Sipas parashikimeve për Demin në vitin 2026, ky vit sjell kënaqësi dhe zhvillim si në jetën profesionale, ashtu edhe në atë personale. Do të përballesh me disa sfida, por edhe me shumë momente pozitive që do të ndihmojnë të rritesh. Në përgjithësi, 2026 është një vit ku mund të ndërtosh më shumë siguri, pjekuri dhe kënaqësi në jetën tënde, nëse vepron me durim dhe zgjuarsi. Demi njihet si shenjë e qëndrueshme, e qetë dhe praktike, shumë e lidhur me realitetin dhe jetën materiale. Je person i besueshëm, i duruar dhe shpesh je ai tek i cili të tjerët drejtohen kur kanë nevojë për ndihmë apo këshill. Vlerëson sigurinë, vazhdimsinë dhe gjërat e ndërtuara me kohë. Qetësia dhe vetkontrolli ju të ndihmojnë t'i përballosh sfidat hap pas hapi, pa nxitim. Ke etikë të fortë pune dhe je gati të investosh kohë e energji për të arritur qëllimet e tua. Je gjithashtu krijues dhe ke sy për bukurinë, të pëlqen arti, muzika, ushqimi i mirë dhe rehatia. Megjithatë, dashuria për komoditetin dhe luksin ndonjëherë mund të çojë drejt dembelisë ose shpenzimeve të panevojshme. Preferon stabilitetin dhe nuk e ke gjithmonë të lehtë të pranosh ndryshimet apo idetë e reja. Nga ana emocionale, je sensual, romantik dhe shumë i dashur me njerëzit që do. Dashuria e Demit në vitin 2026, në dashuri dhe marrëdhënie, Demi njihet për natyrën e tij romantike, besnike dhe të përkushtuar. Ti e sheh dashurinë si diçka serioze që kërkon kohë, durim dhe stabilitet. Nuk je tip impulsiv, përkundrazi, preferon të ndërtosh marrëdhënie të forta mbi besim dhe siguri. Për këtë arsye, je një nga partnerët më të qëndrueshëm dhe më të besueshëm të horoskopit, të pëlqejnë gjërat e bukura të jetës dhe di si të krijosh momente romantike e të ndjeshme për partnerin apo bashkëshortin. Je i gatshëm të presësh personin e duhur dhe të investosh emocionalisht vetëm kur ndihesh i sigurt. Për ty, dashuria nuk është lojë, por një angazhim afatgjatë. Megjithatë, lidhja e fortë emocionale që krijon ndonjëherë mund të shndërrohet në xhelozi, pasiguri ose posesivitet. Sipas horoskopit të dashurisë, ky vit sjell ulje dhe ngritje në jetën sentimentale. Ndikimi i Saturnit në shtëpinë e 5 të mund të krijojë tensione në marrëdhëniet romantike, në shtëpinë e 2 të mund të sjellë shqetësime në jetën martësore, sidomos në komunikim dhe stabilitet emocional. Çfarë parashikohet për Demët e martuar? Fillimi i vitit mund të jetë sfidues për të martuarit. Me Jupiterin në lëvizje retrograde mund të përjetoni keqkuptime të shpeshta, debate dhe ndjesinë e largësisë emocionale. Për disa, bashkëjetesa mund të duket e rëndë dhe komunikimi i vështirë, zakone të pashëndetshme ose sjellje të përsëritura nga njëri partner mund të ndikojnë negativisht në harmoninë familjare. Edhe bisedat e vogla mund të kthehen në debate të panevojshme, duke prishur qetësinë e ditës. Për disa Dem, ata me sfida në hartën e lindjes mund të ketë ftoje emocionale, mungesë afërsie fizike dhe rikthim të problemeve të vjetra që nuk janë zgjidhur. Lajmi i mirë është se me tranzitin e Jupiterit, situata fillon të përmirësohet. Konfliktet zvogëlohen dhe ti do të përpiqesh të ruash paqen në familje përmes dialogut pozitiv. Dashuria, respekti dhe besnikëria do të forcohen. Edhe pse her pas here mund të lindin probleme, qetësia dhe pjekuria jote do të ndihmojnë t'i zgjidhësh. Nëse ndjen se situatat po dalin jashtë kontrollit, do të ishte mirë të fokusohesh në balancë shpirtërore, durim dhe vendime të mençura. Viti 2026 të mëson se dashuria kërkon jo vetëm ndjenja, por edhe mençuri dhe përkushtim të vazhdueshëm. Nëse je në një lidhje ose bashkëjetesë, viti 2026 mund të mos jetë shumë i lehtë, sipas horoskopit të dashurisë për Demin. Ky vit kërkon durim, kujdes dhe pjekuri emocionale. Gjatë gjithë vitit do të duhet të jesh më i vëmendshëm ndaj marrëdhënies tënde. Saturni sjell prova dhe sfida dhe mund të testojë shpesh ndjenjat, durimin dhe besimin mes jush. Mund të ketë momente ftojeje, largësie emocionale ose tensioni që her pas here mund të duken si pika thyrjeje. Do të ndjesh heqje dore ose pasiguri në shprehjen e dashurisë. Ndonjëherë mund të mungojë guximi për të qenë romantik ose për të shprehur ndjenjat ashtu siç dëshiron.
Mund të lindë frika nga afërsia emocionale, sidomos kur partneri nuk është pranë teje. Do të ketë ditë kur do të duash të rish vetëm, i tërhequr dhe i heshtur, dhe ditë të tjera kur do të ndjesh nevojë të fortë për praninë e partnerit. Besnikëria mbetet e fortë, por kjo nuk e përjashton mundësinë e keqkuptimeve, debateve të vogla apo ndjenjes së shkputjes emocionale. Për shkak të pasigurive të së kaluarës, besimi mund të kërkojë kohë për të rindërtuar. Këtu, komunikimi i hapur dhe i sinqert është çelësi kryesore për të rikthyer ngrohtësinë dhe afërsinë. Mund të ketë periudha ku lidhja duket sikur ka ngecur, pa emocion apo pasion. Në këto momente, të dy partnerët duhet të bëjnë përpjekje të vetëdijshme për të rilidhur, për të folur hapur dhe për të rikthyer ndjenjen e dëshirës dhe eksitimit. Mos haro, kjo është vetëm një fazë. Energjitë kozmike po testojnë dashurinë, lidhjen dhe durimin tuaj. Nëse arrini ta kaloni këtë periudhë me qetësi dhe mirëkuptim, marrëdhënia juaj do të bëhet më e fortë. Çfarë parashikon horoskopi i dashurisë 2026 për demin beqar? Sipas astrologjisë së dashurisë për demin në vitin 2026, fillimi i vitit nuk është shumë i favorshëm për beqarët, veçanërisht për ata që mendojnë për fejes ose martesë. Këshillohet të mos nxitohesh në angazhime serioze dhe të shmangësh premtime të mëdha në muajt e parë të vitit. Gjatë periudhës së njohjes ose takimeve, mund të lindin sfida dhe pengesa që e vënë lidhjen në provë. Keqkuptime, dyshime ose presione nga jashtë mund ta tensionojnë situatën dhe ta çojnë marrëdhënien drejt një pike vendimtare. Është e rëndësishme të kuptosh se kjo është vetëm një fazë kalimtare. Mos lejo që nervozizmi, zhgënjimi apo kokëfortësia të marrin kontrollin. Ruaj qetësinë, tregohu më fleksibël dhe mos lejo faktorë të jashtëm të ndikojnë në ndjenjat e tua. Besimi dhe durimi do të jenë armët e tua më të forta në këtë periudhë. Gjysma e dytë e vitit sjell ndryshim pozitiv. Nga vera e tutje, energjitë bëhen shumë më të favorshme për dashurinë. Nëse ke në mendje martesën, mund të marrësh propozime të mira ose të njohësh një person që përputhet realisht me ty dhe me të cilin mund të ndërtosh të ardhmen. Beqarët mund të gjejnë partnerin ideal, ndërsa ata që janë tashmë në një lidhje mund ta çojnë marrëdhënien drejt një angazhimi serioz. Muajt më të rëndësishëm për jetën e dashurisë së demit në 2026, për demin e martuar, maj dhe dhjetor, muajt më harmonik, me më shumë qetësi, afërsi dhe mirëkuptim, për beqarët, qershor. Muaji më i favorshëm për njohje të reja, takime dhe fillime premtuese, për ata në një lidhje, gusht dhe shtator, periudha më romantike e vitit, ideale për forcimin e lidhjes dhe ringjalljen e pasionit. Mesazhi i vitit 2026 për demin: mos u ngut, beso procesit. Dashuria vjen në kohën e duhur dhe kur vjen, do të jetë më e fortë dhe më e qëndrueshme se kurrë. Financat për demin në vitin 2026, në çështjet financiare, demi kërkon mbi të gjitha siguri dhe stabilitet. Ti ke një lidhje të fortë me paratë dhe pasuritë materiale dhe i menaxhon ato me mendje të ftohtë. Nuk je tip që rrezikon pa u menduar mirë. Preferon rritje të ngadalë, por të sigurt, duke zgjedhur investime të qëndrueshme në vend të aventurave të rrezikshme. Je punëtor dhe i durueshëm, dhe kjo të ndihmon të ndërtosh pasuri me kalimin e kohës. Di të bësh buxhet, të kursesh dhe të përballosh edhe periudha më të vështira financiare. Shpesh je shembull për të tjerët kur vjen puna te menaxhimi i parave. Megjithatë, dashuria jote për luksin dhe rehatin mund të jetë pika jote e dobët. Her pas here, mund të shpenzosh më shumë se që duhet për gjëra që të japin kënaqësi momentale. Po ashtu, ndonjëherë e ke të vështirë të heqësh dorë nga sende materiale, edhe kur kjo do të ishte zgjedhja më e zgjuar financiarisht. Çfarë thot horoskopi financiar i demit për 2026? Viti 2026 do të jetë i qëndrueshëm, por me kujdes në fillim, gjysma e parë e vitit do të ketë më shumë shpenzime. Jupiteri në prapavi, retrograd dhe ndikimi i Rahut në shtëpinë e dytë mund të godasin kursimet. Mund të shfaqen shpenzime të panevojshme ose të papritura, veçanërisht për luks ose komoditet. Gjysma e dytë e vitit, situata financiare stabilizohet ndjeshëm.
Do të ndihesh më i sigurt, do të kesh kontroll më të mirë mbi paratë dhe investimet do të jenë më të favorshme. Çfarë parashikon horoskopi i parave 2026 për demin që punon? Për demin që ka një punë të rregullt, ka mundësi për rritje rroge në gjysmën e parë të vitit, por ajo mund të mos përmbush plotësisht pritshmëritë tua. Kjo ndjenjë pasigurie mund të shtyjë të mendosh për një punë shtesë ose burim të dytë të ardhurash, si dhe hustle. Për të pasur më shumë siguri, do të ketë rrjedhë të qëndrueshme të ardhurave gjatë gjithë vitit. Nuk pritet bllokim page apo ulje të ardhurave. Megjithatë, në fillim të vitit, kujdes nga shpenzimet e panevojshme dhe luksi i tepruar, sepse disa prej tyre mund të dalin jashtë kontrollit. Mesazhi kryesor për demin në 2026. Mos u frikëso nga lëvizjet e vogla financiare në fillim të vitit. Ruaj disiplinën, kontrollo shpenzimet dhe gjysma e dytë e vitit do të shpërblejë me më shumë siguri dhe qetësi financiare. Biznes punë. Nëse je në biznes, viti 2026 është përgjithsisht pozitiv dhe i sigurt, do të kesh fitime të qëndrueshme gjatë gjithë vitit. Nuk priten fitime të menjëhershme shumë të mëdha, por paratë do të vinë rregullisht, nuk ka rrezik për vonesa pagesash apo para të bllokuara, gjë që të jep qetësi mendore. Gjysma e dytë e vitit është shumë më e fortë. Mundësi të mira për kursime, rritje dhe stabilitet financiar. Shpenzimet do të jenë më të kontrolluara dhe fitimet më të dukshme. Nëse je i punësuar, do të arrish të kursesh më shumë, qoftë nga të ardhura shtesë, bonuse apo thjesht nga menaxhim më i mirë i shpenzimeve. Siguria financiare rritet ndjeshëm sidomos pas mesit të vitit. Këshill e rëndësishme: shmang marrjen e kredive në 2026. Nëse është e domosdoshme, merr vetëm një shumë të vogël që e shlyen lehtë. Nëse ke këste, do t'i përballosh pa stres. Mos jep hua para, sepse ekziston rreziku që të mos kthehen në kohë. Viti 2026 është shumë i favorshëm për bashkëpunime. Marrëdhëniet me partnerët do të jenë të qeta dhe të balancuara. Vendimet dhe strategjitë do të zbatohen pa konflikte. Nëse po mendon të shtosh një partner ose të nisësh biznes me dikë, gjysma e dytë e vitit është ideale. Biznes me bashkëshorten, parashikohet sukses dhe harmoni, pa debate serioze. Fitimet mund të rriten shpejt dhe biznesi të stabilizohet herët. Trashëgimi prona. Viti 2026 është i favorshëm për trashëgimi apo prona familjare. Nëse ka pasur mosmarrëveshje, ka gjasa të zgjidhen në favorin tënd. Në gjysmën e parë të vitit mund të ndihesh më pak i interesuar, por situata përmirësohet më vonë. Shitje prone. Gjysma e dytë e vitit është më e mira. Bëj çdo hap me kujdes dhe këshillohu me profesionistë. Investime. Çfarë funksionon më mirë në 2026? Viti është shumë i mirë për investime afatgjata dhe të sigurta. Investime të këshilluara, aksione të forta, blue chip, fonde investimi, swap dhe mutual funds. Tregtia e shpejtë, trading, nuk favorizohet shumë këtë vit. Investimet në mallra, commodities janë të pranueshme. Investimet në pasuri të paluajtshme kërkojnë kujdes të madh, sidomos për shkak të ndikimit të rahut. Muajt më të rëndësishëm financiar për demin në 2026, punë siguri financiare, prill. Biznes tregti, janar dhe maj, investime të qëndrueshme, qershor dhe shtator. Mesazhi kryesor për demin në 2026, qëndro i matur, shmang rreziqet e panevojshme dhe fokusohu te rritja e qëndrueshme. Gjysma e dytë e vitit sjell stabilitet, fitime dhe qetësi financiare. Horoskopi familjar. Viti 2026 mund të mos fillojë shumë lehtë për familjen e Demit. Në fillim të vitit mund të ketë keqkuptime, ftoje emocionale dhe ndjesi pasigurie brenda shtëpisë. Edhe kur je pranë familjes, mund të ndihesh disi i shkëputur emocionalisht. Megjithatë, gjysma e dytë e vitit sjell përmirësim, qetësi dhe më shumë harmoni falë ndikimit pozitiv të Jupiterit. Çfarë të presësh nga jeta familjare në 2026? Gjysma e parë e vitit mund të ndihesh më pak rehat në ambientin familjar. Ka gjasa për keqkuptime, sidomos me nënën ose figurat mësore. Komunikimi mund të jetë i vështirë dhe disa biseda mund të kthehen në debate. Nëse jeton larg familjes,
Mungesa emocionale mund të ndihet më fort dhe komunikimi mund të jetë i rrallë. Marrëdhënia me baban, pas tranzitit të parë të Jupiterit, kjo lidhje forcohet ndjeshëm. Babai do të kuptojë më mirë, do të respektojë zgjedhjet e tua dhe do të mbështesë. Do të ndihesh më i lirë të flasësh për problemet dhe shqetësimet e tua. Vëllezër dhe motra do të jenë shumë mbështetës. Mbaj kontakt të rregullt me ta, sidomos kur ndihesh vetëm. Ka gjasa për udhëtime të bukura dhe kujtime të përbashkëta me ta, të afërmit dhe krushit. Me të afërmit e tjerë, trego kujdes, pasi disa situata mund të tensionohen për ata që kanë pasur probleme me familjen e partnerit. 2026 sjell përmirësim, respekt dhe qartësim të çështjeve të vjetra. Çiftet e martuara, fillimi i vitit kërkon durim dhe komunikim të hapur. Gjysma e dytë e vitit sjell më shumë dashuri, afërsi emocionale dhe stabilitet në martesë. Muaji më i mirë për familjen. Korriku 2026 do të jetë muaji më i qetë, harmonik dhe i mbushur me paqe për jetën familjare të Demit. Mesazhi kryesor. Edhe pse fillimi i vitit kërkon durim, 2026 përfundon më i ngrohtë, më i qëndrueshëm dhe më bashkues për familjen tënde. Komunikimi i sinqert dhe qetësia janë çelësi. Shëndeti dhe mirëqenia. 2026, Neptuni të udhëheq drejt një rrugë shëndeti që shkon përtej trupit fizik, duke të nxitur të kuptosh lidhjen mes mendjes, emocioneve dhe stilit të jetesës. Në prill, hëna e plotë sjell një zbulim të rëndësishëm për shëndetin. Mund të kuptosh se probleme si dhimbjet e kokës zhduken sapo heq dorë nga sheqeri ose zakone të tjera të dëmshme. Në gusht, ndikimi i Venusit të bën të ndihesh mirë me veten, energjik, i qetë dhe me një shkëlqim të brendshëm që reflektohet edhe jashtë. Megjithatë, tetori sjell një paralajmërim. Hëna e re këshillon të shmangësh teprimet, qoftë në ushqim, lodhje apo emocione. Çelësi i shëndetit optimal në 2026 është moderimi. Kur ruan ekuilibrin, trupi dhe mendja punojnë në harmoni, duke të sjellë jo vetëm shëndet, por edhe lumturi të qëndrueshme. Ju urojmë fat.